Kur ka dalë as dy javë si ka bo. E kuptoj. Qysh ka mundësi, për mu nuk përputhet. Edhe për mu, logjik nuk përputhet, se përdisa ka thënë ajo që shkryp, ose mos ndoshta nena ka thënë disa personave që i kam gjërat e kryme, duke mendu sikur... Apo prapë si ka mundësi së datët. Pse ka hi, pro, kur e ka dit ajo që ka me dala pep. Pse? Unë në qëfë se kam një gjëgjë. Unë nuk fundon Big Brother. E pra se janë gjëra që sluhet mata, sidomos kur je jashtë shtetit. Se ti është brenda shtetit, ndoshta gjen në një zgjidhje me avokatin, komunikim këtu, edin. Apo kupton? E në gjëgjë, kur qëkesh me deklarat, vetë nuk shkon. Jetë shkon avokati për ty, ja shkon ti me avokatin. Po, shembull, në rast ajo mendon se i ka dhënë gjithë deklaratat që i duhet para se ty e këtu, a ka shanse për shembull ti thot pastaj avokati na ka shpëtu edhe një deklarat duhet pa tjetër ta japësh, se kështu thot gjyqi? Kupton se dua të them? Peti shka po thu, gjithë sa në është e mundur. A më për mu thjesht si loj, nuk po më duket, s'po përputhet kërka. Pa atër si ka mundësi që ka qajt ajo atë shumë? Edhe që ta me nova, qysh ka mundësi, ajo me kajt, mos i ke ndonë dhe një gjë tjetër e keqe? Po edhe ajo, o nuk i dijet kur. Se njerë përmendi edhe një problem shëndetësor të njërës familjare që e ka pas. Po me se saj, ta shumë nuk du me boj goras, me pas në tjetër mendim, po thjesht mënyra që shu dalë kjo prej shpis, shumë e quditshme. Shumë e quditshme o konë. Se sikur s'përputhet deri diku, tamam, datat... Alaudini, që ka dolqja, qau, përshëndetu me to. Shumë e vogël u bëdin. Shumë kun shpejt, apo kuptën? Dhe se zakonisht folim një herë që ka ndodhë mirë, apo kuptën, him fellit e... Pra nuk e bën kësë qarimin ata. E dolqja o koni person, o jëm i bindun, o me vdekje jëm i bindun, që publiki ekstremisht e ka dasht. Edhe unë jam e bindur për këta. Edhe unë jam shumë e bindur për këta. E për që ata, unë e po menoj, pse e kanë po qatë kapsule, pra? Pse egziston që ajo? Pse të këtë lotë në sysë, ajo vërte ishte dhimshur? Po, nashta asaj ju ka dhim që na kena me mënu që ajo ko me dalë. Nashta dhe puna me, unë ju kom dhim që tash... Jo, syta asaj thonin ditë shka tjetër, më beso. Syta asaj thonin që kishte vërte një shqetsim jashtë. Unë këtë gjë e dalova të dolqa, që syta asaj thonin që kishte realisht shqetsim nga jashtë. Po mund të është edhe kas për më shkon menja. Nështë se kun leni vërtet heq? Nuk talen do të me atë informacion nga jashtë. Ndoshta familja e dolqës, veç përkom paramenim. Adin veç përkom si shemull. Nështë familja dolqës nuk ka pas qef me bu publik shkaku që u lidhë me mu. E ke fjallën mardhënjën, a? Po mardhënjën që e kena kry une dolqë. Nuk ma mërmendja kjo tjetë. Po te, tash edhe në onën tjetër, as muz ma mërmendja. Pse? Se dolqë është e matne, e rritë në vetë, ajo din shka bën. Edhe kur e dim ne se sa regull të është si zonjë, e din edhe familja që është si zonjë. Edhe kur e vendos me plot dëshirë. Po, me plot bindje. Sa ajo është me këm tokë është. Apo kupten? Po, ka mosh, ka... Po, kas po më shkojnë matë, a dy që kom kryt? Puzzle e kom krejt. So po më në kështu po më deli shka tjetër. Edhe po tjetër vërtet muhabeti gjyqit, ose që është shëndetësore në rrasë ka, jam e sigur që ne po e kërkum gjithë një zëri, kam për ta këthy, se është një ras që nuk ja vlen medalë, edhin për diçka nga jashtë, edhin është... Kur njët, as publike se ka qitë... është pak gjunaf medalë këshu. As publike se ka qitë, as në i vej për penali se ka buk e këtu mrenda shtepis, as më zërgjis ka dalë, kur gjo, kjo ka një rast... Ka dalë për një gjë nga jashtë, Fix, e ato nuk mu e kontrolën, qatë rastin që ka ndonë, që fëso që shtu nuk mu e kontrolën. Edhe ajo vërte ishte shumë e mërzitur që do dilte. E di, ndalo është në sytë e saj që ajo ishte shumë e mërzitur që do dilte. Nuk ma mërmendja që njeriu mund të egzistoj njeri që ta bëja të loja aktrimi. Ajo e përcit edhe me energji. Ajo mu shanca s'ka, mu dollë që s'ka shanca me aktru është të nuk e. Po, pra, ajo kishte edhe me energji, e kishte me sy, e kishte gjdo loj të lidur, edhin ta jep të ndjesin. Që ishte e mërzitur që do dilte, që ishte e mërzitur se qa mund të ketë jashtë, e kupton gjitha i kishte. Edhe e dëgjuam një të mbërtitur. Ha? Qa? E dëgjuam një të mbërtitur një qajtme. Kupton? Kur iku. Je se di unë nuk. Po. Se e keni dëgju. Unë e dëgjova një të mbërtitur një qajtur. Kur iku? Në kuptimin kur iku, se ishte i fuqishëm zëri. Apo thonë prime? Pas iku, direkt.
Nuk di asun më. A, egziston kjo hapësira që rasa ajo, pa unë mbyll gjyqi, ka dhënë gjithë deklaratat kur ka qenë jashtë, edhe shembull ndërkohë që ka hyrë këtu mbrënda, e ka thirrë prap avokati, ka thënë na duhet patjetër edhe kjo deklaratë se na ka dalë kështu jashtë planit. Shembull. Gjëra që mund ndodhin kështu apo s'ka shanse? Unë po foli për vete tash në Itali, unë nuk e di ç'është është. Kur të thirrën me hap deklaratë. Duhet patjetër. Patjetër duhesh me qenë aty. Patjetër, nëse të thirrën ty me hap deklaratë, nëse ti nuk shkon, e lëshojnë flet arrestin. Sa keq. Qatë moment kur shkela në Itali, nëse shkon ti me qatë do caktume me hap deklaratë, ty të fusin mrena. Rrezikon shumë. Ka rreziku shumë në rast se është e vërtet me ardhmë. Në rast që është e vërtet, ka rreziku. Po, unë nuk është të moshme për një deklaratë, nuk s'po di. E din, duket pak e çuditshme situata, edhe kur thu ti tamam ndodhi kështu tak. Ose ndoshta Dolçja s'ka dash me shpjegu shumë prime këtë lloj muhabeti, s'ka dash të vendohet pesha shumë këtu. Nuk e di. Pa mu përderisa ka hi, pse po hen kur e din që kjo ka të për diçka. Avokati, avokati e din, në qoftë se mundet me lindë edhe diçka nërmjet gjyqit edhe deklaratës. Apo kupton? E din ai. E din 100% ka paramendime që mundet me ndodhë. E çuditshme ku ta mendosh. Unë nuk e besoj që kjo ka ardhur ekstra këtu. Po pra duke ditë që ke diçka jashtë duhet ta pysh. Me hy këtu, shtet tjetër, vend tjetër, në izolim, edhe me marrë gjithë këtë rrugtim se e din që mund dalësh prap jashtë shkaku i këtyre gjërave. Ose ju kanë thënë diçka jashtë planit, ose mund të ketë diçka tjetër që s'ka qenë rahat me shpreh. Okej. Ama që duhet më u kthy, Po, ato po si po, edhe ato jam i bindun. Jam i bindun 100% se ja ka me bu unë për to, s'ka me bu kërkosh. Sa mirë kur e dëgjoj këtë fjalë. Edhe një e di. Në qëfëse është, unë nuk besoj që pse, në qëfëse u shkon aktrim që kjo me gjyq, në qëfëse shkon aktrim, pse kanë vendos fix gjyqin për me aktru? Pse nuk kanë zjedhë në e gjë tjetër? Po, pra se po t'je gjë shëndetësore, mund të thua që është shëndetësore, familjare. E kam mesën keq, e kam një gjyq hapur. Sikur ka diçka. Nuk po di, nuk di. A thu? Thjesht... ama e kishte lotët, e kishte energjinë edhe lotët shumë reale të mërzis, të largimit, edhe gjëjes që i pret të jashta. Pa di për shka? E kishte shumë reale. Në qëfë se une isha dollë në vend saj qështu, kur i kësha po juve të mërzit, unë isha mërzit, automatikisht. Unë isha mërzit. Sa do që i ftoft që jam, edhe unë isha mërzit, se une e di, unë si e di që do dalë, unë e di se ju jeni të mërzit që ju jeni të mënu që unë e ku me dalë krejt, edhe s'ku mu këthy mu. Amba jo kishtë mërzitjen, si them, edhe për gjëjen që e priste jashtë, se kur fliste për gjëjen që e priste jashtë, nëzirë të lotë, vazhdimisht, e kuptan? I skuqeshin sytë, edhe nëzirë të lotë. Sa i momenti që nëzirë të lotë, kur vinte puna që duhet me dalë, po edhe kur i përmend të gjërat nga jashtë, prap nëzirë të lotë. Edhe ne të dy edhe disa tjerë, e di shumë mirë që ajo ka shumë të pastër këtë drejtim. Nuk i aktron mimikat, nuk i aktron lotët. Po, në regull. Po qa mund tjetë, se kuptoj? Qa thu ti nëse vllavi madhe ka vendosë që shtu vish me fund në kapsule? Qa thu ti? A disone unë në qëfë se ka ndodhë që kjo, në qëfë se ndodhë që kjo, qëfë se ndodhë që kjo, e këtheja ta petë që u kun kapsule, unë, përfundimisht, unë s'kom mu besim këshpi. S'kom besim mu. Besim zë kesh fare, që në momentin e parë që kjarë. Jo, patër më hupin krejt. A mëse besoj që vlaj masja këtë bëhe dhe dojë që shi se ke një problem duhet dalësh për jash, pase kur ka dalë për jash, hajtë se do të fusim kapsul. Mumet. Ama nuk luhet me jetën personale. E shkurtja? Ha? E shkurtja, që ka ndodhë me shkurtja? Po shkurtën arë në zorën. Po dhe shkurtja ka dalë të kojë. Për qarë arsye doli shkurta? Jo, për qarë arsye doli shkurta? Se votun fjalla publiku për medalë. Po dhe jo ka kojtë, s'ko lidhe. Amo, tu është situata që vlaj madhi ka thënë si kur jetën personale për jashta ke probleme, edhe vlaj madh nuk gënjen me ata gjëra. Po nashta kësaj nuk kanë mujtë mi thonë si publike so ka dënë.
Po s'mund edhe ti thot jetën personale keme probleme. Se ty regullat, ligji vllai madh. Duhet me ndodhë, jo përse si thënë. Jo për çfarë. Ku intereson publikit, unë e di se këtu ka shumë surpriza në Big Brother. Ka shumë surpriza. Në qoftë se vllavi i madh ka përdorur qëto për lojë, në momente që ka dalë jashtë, dolçe tu kojt, deri në bin të Alaudini, neve na ka ndërprej lidhja. Këtu mbranda, na nuk I kena ndihmë. S'kemi dëgjuar asgjë gjë, po. E qaj rastu kon edhe me shkurtën e njëjta, na kanë ndërprej lidhën edhe pe aty të futa në kapsule. Tash, ku kon shkurtja të kojt mbin, kësa e kanë thonë, adën s'ki me dollë, se adën ta kena boni bla bla bla, edhe I fund kapsule. Është fut, po. Edhe kësaj ndoshta? Ndoshta, po të kësaj tash edhe kjo mërzit ka thonë, në I zotë në që o ka buhet kështu jashtë, apo den, që pas në edhe një gjyç. Ma ajo është dhumë psikologjike, ti thush jetën personale ke problem, prandaj s'ka shanse ta gënjej për jetën personale. Po edhe mumësh, a di pse? Po dhumë psikologjike, është lavash truri brenda shtëpisë. Dhumë psikologjike, leti dhumë psikologjike. Po mëre se ka bërë njeriu në çaje, që mendon sikur ka probleme jashtë. Po edhe shkurtja ka kohë ka menduar që ka me dalë jashtë. Ama jo është pjesë e lojës, nominimi për largim. Po s'ka lidhje. E kupton? Unë e kuptoj shumë mirë çka ka menduar, po edhe ti duhesh me kuptu çfarë thonë. Unë e kuptoj se çfarë thon, po ti duhet ta kuptosh atë që them unë. Dhumë psikologjike e di. Edhe është e dënueshme me ligj. Edhe s'mund vllai madh bëj ata gabime. Ngam, po dolçe nuk është asisoj që dënon ajo menzis për. Asaj, unë mua më mërmendin, nëse kanë thonë çashtu. Kishe ligji del jashtë. Po. Edhe kanë fund kapsule, ajo Kicana as nuk e kanë në mendje, jep dhumë psikologjike, ajo veç thot o Samir, tash po kom që me pa që po ama 2 ditë e ka përjetu ajo. E ka përjetu shumë 2 ditë, se 2 ditë ka qënë brenda, nuk ka pas informacion nga jashtë. I vetmi informacion ka qënë nga vllai i madh shembull. Në rast është e vërtet ashtu siç ka thënë ajo, që ke probleme nga jashtë. Edhe 2 ditë nuk mund ta mbash njeriu në dhumë psikologjike sikur ke probleme nga jashtë. E kupton si dua them? Edhe kjo tani lotët e dolçe, ja, shife si lidhen pikat. Lotët e dolçes nuk janë aktrim. Vllai i madh nuk mund gënjej. Një realitet ekziston këtu që jashtë ka një problem. Pse ka gënjy për shkurtën? Amba shkurtja ishte nominim. Po nuk ka, pse u kthya pet? Po pse u kthya pet ajo? Sepse ne na than jeni në nominim, publiku ti ka thënë janë në nominim se kush do shkojë te kapsula. Kupton? Ne na ka thënë jeni në nominim, po s'na than për çfarë nominimi jemi. Edhe ne e hëngra, mendum sikur nominim për dalë nga shtëpia. Ava jopi bjen pro informacion ju sakt. Po s'mund gënjej me informacionin e jetës personale. S'ka lidhje more po çfarë. Se pastaj kryejmë mosbesime dhe ne duke jetu këtu themi, po sikur e kemi të smur familjarin edhe s'po na thuajnë. Është e dënueshme me ligj rase vllai. Jo përse s'është e dënueshme se kjo nuk I ka 15 vjet. Përse kjo si ka 15 vjet me... janë të drejtat e njeriut. Po e di që janë drejtat e njeriut, unë e di këtë sanë, po... Unë e di edhe atë që thutia, më mërzit shumë në ditë. Ore, nga më shpër. Hajde kjo dull, për ja lëjmë në shemull që dull. Ka hesë në Rom, I ka gjyqin, I ka krejt. Unë bakon produksion, unë bakon bigi, vlovi madhë, unë bakon unë veç kësha thonë që tëmë. Kry, sanë dhe që ki me kry, edhe ktheu. Se ju banorët, po dhe publikin o ka t'lip më këthy. Kështu po, kjo duhet. Edhe natën e mirë. Une, më bakon që shtone. Edhe besoj se për shkute gjyqi mi afton vetëm një ditë punë, apo jo. Ama jo, disim tha, mu më tha këshu edhe këtë informacion që unë I thash asaj shkuati e një ditë, të të ketë në vëzhgim vllai I madh me ndonjë asistent, me ndonjë gjë, që fjala mos marrësh informacione nga jashtë, po thjesht shkosh krysh punën edhe kthesh, dhe ajo tha jo, unë po shkova atje gjërat zgjasin. Kështu më tha. Gjërat zgjasin, po a di çfarë problemi është edhe në vorënt, çfarë dënimi ka, për çfarë rasti e kanë thirrë. Po pra. Se tash po të kallëzoj drejt, çfarë do që të rasti që është rasti ki lëndim I letë trupror, ki lëndim I rënd trupror, ki shumë dënime. Pa më parësi çfarë dënimi është, ti duhesh me shku me ap deklarat për me mbyll rastin. Edhe kry filmi. Ku do që t'jesh, a I në fund butës, ti duhesh me shku me përmbyll rastin, se për ndryshe rasti me t'hap. Edhe ajo duhet pa tjetër deklarata asaj. Qëfëse është, qështu me gjyq, qëfëse është informacion real, duhet pa tjetër me shku me mbyll rastin, pa tjetër. Vetëm inshallah I zjat vetëm një ditë, se po t'i zjat se 1 javë, 2 javë, 3 javë, pasaj këthimi, s'ka kuptim. Une kur kom shku me deklarat, mu më kanë kalzu që atë për që aty, a o mbyll rasti.
A, që aty për aty? Mu, kur e kom pasu në rastin, e kom pas një rast, mu më kanë kallëzu që aty për që aty, a është në bilë rasti ajo. Okej, super. Që kaq. A aty në një gjë, e ka shumë të hershëm këtë si rast, apo ta nishëm? Mu s'm ka thonë kur gjë. As mu as i gjë, se pyta asun se zdesha me ngushtu. Mu s'm ka thonë as i gjë. Mu, unë e vish për Hygertës, mu Hygerta më ka thonë, kjo ka më shku, a dhe në darkën e nominimeve që patëm. Unë e hina një herë, dytën herë kur hina, shkova ku i pova të kajt, u që Hygerta i thash qabo, Kështu. e tha ko me lëshu shpin, tha shko ku qështu, edhe mu më hupi filmi kretë. Mu veç më më shelen për të tha. E pra dhe unë vazhdi ta shikë mëra vesh. E thash e. Së shë mundur. Nuk e kuptojsh, e që. Edhe mu duk pa logik, e di si bam. Po plan, bre? Bam. Po plan. Nga shumë e qeshur tak ndodi. U qudita edhe unë u qudita. Së di. Unë... Sot të do japësh deklarata? Ky smet për zotit. Ky smet. Sa mirë! Do të përkrahim paset të deklarata. Ky smet. Ta bëjmë të madhe. Ky smet se mu... Vallaj, unë vetëm uroj që po t'jetë vërtet gjyqi, uroj që ta ketë vetëm një ditë, mos i zjase që t'jenë shanse që t'kthehet. Inshallah e mbyll rastin me njëherë aty, a mu unë nuk e di se çfarë rasti është, për çfarë rasti bëhet fjala, që aty fjala, a din çfarë problemi. Edhe sigur se pyet dot kështu se e dit në kamera, gjëra, varet a do ajo me tregu, as do me tregu. Ja, s'e di brut.